Shikues të Klan Plus, ju përshëndes, do të jemi bashkë në këtë edicion lajmesh, ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Bizneset respektojnë vendimet e Bordit të Transparencës për çmimet e shportës. Kryeministri dhe Ministria e Financave inspektuan një dyqan dhe një furrë buke ku konstatuan se çmimet janë ulur sipas vendimit, ndërsa bëjnë thirrje për të mos abuzuar në këtë kohë krize. Kultivimi i kanabisit në stallat e baktive në kushte laboratorike. Arrestohet në Kruj babë e birë të cilët përshtaten ambientin për ushtrimin e aktivitetit paligjshëm, sekuestrohet kanabis dhe para. Eksportet e Shqipërisë drejt Ukrainës nuk ndalen pavarësisht luftimeve që zhvillohen atje. Bizneset shqiptare tregtojnë sipas kontratave me pjesën perëndimore të vendit, ndërsa ankohen se janë shtuar kostot e transportit dhe ka rënë sasia e shitjes. Automjeti me shpejtësi hyn mes turmës gjatë festës së karnavaleve në Belgjik dhe shkakton 6 viktima. Autoritetet mohojnë sulmin me qëllime terroriste, ndërsa u regjistruan mbi 26 të plagosur. Arrestohen 2 persona përgjegjës. Fshati Prevall në Kosovë është destinacioni preferuar i dimrit për qytetarët nga Shqipëria. Interesi për këtë vend turistik mbetet i lartë. Gjatë këtij viti pengesë ishin vetëm masat në kufi që reduktuan disi numrin e vizitorëve. Do të njohim tani më gjerësisht, bizneset kanë respektuar vendimet e Bordit të Transparencës për çmimet e shportës. Kryeministri dhe Ministria e Financave kanë inspektuar një dyqan dhe një furrë buke, ku konstatuan se çmimet janë ulur sipas vendimit, ndërsa bëjnë thirrje për të mos abuzuar në këtë kohë krize. Marketet kanë respektuar vendimin e Bordit të Transparencës për të mos lejuar rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Kryeministri Edi Rama dhe Ministra e Financave dhe Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, kanë inspektuar nga afër çmimet në një market të Tiranës, nga ku konstatuan se çmimet janë ulur në kuadër të vendimeve të Bordit. Prapë edhe kjo ulja që është bërë është me rëndësi. Nga këto janë gjëra që kemi kërkuar ne, se ne nuk mund të kërkojmë që të shkojnë çmimet në pikën ku pastaj të fillojnë humbjet e furnizuesve apo të pakicës dhe mos ketë më pasaj sa ty shkon në kolaps. Do ishte jeta shumë e bukur nëse do mundet që ekonominë ta lëviznin privatët dhe çmimet e vitë shteti, por kjo nuk ekziston. Ama ulja nga 330 në 305 është brenda këtyre kushteve ajo që ne duam. Jemi rënë dakord që për këto produkte dhe pikat e shumicës dhe importuesit dhe pikat e pakicës të kenë disa çmime standarde, disa çmime me marzhë vitimi standard. Kreu i qeverisë dhe ministria inspektuan dhe çmimet në furrat e bukës në kryeqytet, duke theksuar se qeveria nuk do të vendos taksa ndaj biznesit të vogël, por ju bëri thirrje që të mos shfrytëzojnë situatën për të rritur çmimet. Ajo që ne mund të bëjmë dhe duhet të bëjmë është që të mos lejojmë abuzimet sa të mundemi. Ju jeni biznes i vogël, po? Ju s'keni taksa, ju s'keni TVSH, jeni nga kjo anë në rregull. Dhe ne nuk duam në asnjë mënyrë që të rrisim asnjë ngarkesë me biznes e vogël, se na dalin na thonë ulni hiqni taksat e naftës, po ne te energjia ju paguani njësoj. Nëse ne do binin këtu faturën reale, ajo goca duhet të detyrojë të largojë nga puna, se është një rrogë. Më herët Ministra Ibrahimaj ka deklaruar se nuk do të kenë ndërhyrje në TVSH në produkteve të shportës, pasi sipas saj, heqja e TVSH-s nuk do të ndikonte në çmimin final. Sipas ministres, nëpërmjet mekanizmave të Bordit, tregu do të monitorohet që të mos ketë abuzime me çmimet. Partia Demokratike i konsideron qesharake masat e marra nga qeveria për të ulur çmimet e produkteve ushqimore dhe karburantit. Nëpërmjet një postimi në Facebook, nënkryetaria e Partisë Demokratike Eurida Tabaku thotë se rruga e vetme për të ulur çmimet është ndryshimi i strukturës së taksimit, pasi sipas saj aktualisht inflacioni është 4%. Tabaku thekson se rrogat e qytetarëve nuk janë rritur, por produktet i blejnë 4% më shtrenjtë se një vit më parë. Nënkryetaria e Partisë Demokratike shprehet se në këtë kohë krize qeveria po programon më shumë taksa, duke rikthyer taksën për biznesin e vogël dhe një sër taksash të tjera që do të dëmtojnë sipërmarrësit dhe të punësuarit. Tabaku shkruan se çmimet
në vendin tonë janë të larta si pasojë e taksave të vendosura nga qeveria. Ish kryeministri Sali Berisha rinis foltorën me emigrantët shqiptar në Athinë, zgjedhjet e 6 marsit tha ai bën të qartë se cila është opozita e vërtet. Kudo që ndodhi sot, Pas zgjedhjeve të 6 marsit, ish kryeministri Sali Berisha zhvilloi foltorën e parë me emigrantët shqiptar në Greqi, duke ju referuar rezultatet që morën në zgjedhje kandidatët e koalicionit Shtëpia e Lirisë dhe kandidatëve të Partisë Demokratike. Berisha tha se 6 marsi tregoi se cila është opozita e vërtet. në këto 5 muaj, përpjekjet e Partisë Demokratike për i themelimin e saj dhe shtrimin e saj në një opozitë të vërtet, janë zhvillimi më pozitiv i Shqipërisë. Zgjedhjet e 6 marsit, të dashur demokrate dhe demokrat, dëshmuan qartë para shqiptarëve opozitën e vërtet të vendit. Ndonë se duke i marrë pa drejtësisht logon. Berisha kërkoi bashkimin e demokratëve nëpërmjet votës së lirë dhe çuarja në vendin në zgjedhje të parakohshme. Misioni i Partisë Demokratike është riorganizimi i saj sa më i shpejtë. Bashkimi i saj rreth votës së lirë. E drejta e pakundërshtueshme e demokratëve për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre me votën e tyre të lirë. Dhe për të sigurt, drejti fitore të merituar, sa më të shpejt për të çuar vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme, të lira dhe të ndershme. Në bashkëbisedimin me emigrantët shqiptar në Greqi, Berisha u ndalë edhe tek rritja e çmimeve, për të cilat fajsoi qeverinë. Ju jeni dëshmitar të çmimeve stratosferike në Shqipëri gjatë kësaj periudhe. E vërteta është që hijet e luftës janë backgroundi i tyre, por spekulimi lidhur me qeverinë dhe qeveritarët është shkaku i kulmimit të këtyre çmimeve. Ish kryeministri tha se një nga prioritetet e Partisë Demokratike do të jetë krijimi i mundësive që edhe emigrantët të votojnë në zgjedhjet e ardhshme, duke akuzuar qeverinë se ka bllokuar projekt ligjet për votimin e emigrantëve. Dhe se pari kthim në votës së lirë në Partinë Demokratike. Babe birë në Dervend të Krujës kishin kthyer një stall baktish në ambient për kultivimin e lëndëve narkotike me llamba. Ata u vunë në pranga nga policia ndërsa u sekuestruan 316 fidan kanabisi si dhe një sasi e konsiderueshme parash. 2 persona ranë në pranga në Krujë pasi kishin përshtatur një ambient për kultivim të lëndëve narkotike. Uniformat blu arrestuan një 57 vjeçar dhe djalin e tij 24 vjeçar në fshatin Dervend. Prangosja e tyre u bë pasi gjatë kontrollit të policisë, pranë banesës së tyre u gjet një stall që ishte përshtatur për rritje të bimëve narkotike me anë të llambave. Gjatë aksionit policor, brenda saj u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 316 fidan kanabisi, të kultivuara në vazo plastike, pajisje të ndryshme elektrike, si dhe aspirator. Gjithashtu nga kontrolli u ushtruar në banesën e tyre, policia gjeti 1.822.000 lek, si dhe 37.000 euro, të dyshuara si të përfituara nga veprimtaria kriminale e kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. 11 prej të arrestuarve për mashtrimin e qytetarëve gjerman do të qëndrojnë në qeli, kështu vendosi gjykata e posaçme të dielën, ndërsa mas më të lehtë dha për 4 vajzat arrestuara. Gjykata e posaçme ka dhënë masën e sigurisë për 15 të arrestuarit të akuzuar për skem mashtrimi me call center. 5 prej të ndaluarve u lanë në burg pa afat, ndërsa për 6 të tjerë u caktua burg me afat 60 ditor. Mas më e lehtë sigurie ajo e detyrim paraqitje u dha për 4 vajzat e tjera të cilat u ndaluan. Në përfundim të seancës që zgjati 4 orë, gjykata i la porosi prokurorisë e posaçme të grumbulloj provat të reja që implikojnë të arrestuarit në skemen e mashtrimit.
Aktiviteti i tyre ushtrohej që nga 2018 duke përdorur dy platformat Brokers dhe GlobalX. Dëmi ekonomik që u është shkaktuar shtetasve të huaj dyshohet të jetë rreth 5 milion euro. Gjermanët telefonoheshin nga punonjësit e call center dhe u premtonin se po të investonin në bursë, fitimet e tyre do të rriteshin. Të ardhurat rriteshin deri në momentin që qytetari investonte vlera të mëdha dhe më pas shkëputeshin kontaktet. Para të fituara dyshohet se kalonin më pas në llogari offshore. Për këtë skemë mashtrimi janë proceduar në gjendje të lirë edhe 35 punonjës, ndërsa janë shpallur në kërkim 23 të tjerë. Muaji mars ka sjellë një reduktim të pacientëve të shtruar në spitalet Covid, gjatë 20 ditëve të para janë 31% më pak të shtruar, ndërkohë që shumica janë nga Tirana dhe Fieri. Situata nga Covid-19 prej më shumë se gati 8 javësh paraqitet e qëndrueshme. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, treguesit janë të gjithë në rënje, jo vetëm infektime ditore, por edhe shtrimet në spital. Për herë të parë që nga qershori i vitit të kaluar, më shumë se gjysma e qarqeve në vend nuk ka të shtruar në spitalet Covid. Në infektiv dhe në spitalin Covid-3 janë të shtruar 30 pacient, ose thëndryshe 5% të infektuarve aktiv në mbar vendin. Të shtruarit janë vetëm nga 4 qarqe. Tirana dhe Fieri kanë numrin më të madh me 13 dhe 10 pacient secila, ndërsa Durrësi dhe Elbasani kanë nga 3 dhe 5 të shtruar. 6 qarqe të tjera të vendit nuk kanë asnjë pacient të hospitalizuar me Covid. Shtrimet e pacientëve me koronavirus janë reduktuar me 31% gjatë 20 ditëve të para të këtij muaji. Sipas bluzave të bardha, mesatarisht gjatë një dite shtrohen 1 deri në 3 pacient të rinj. Ndërkohë që edhe rastet aktive janë në rënje të vazhdueshme. Muaji mars nisi me 2500 raste aktive, ndërsa aktualisht ka 600 raste të akumuluara, që i bie se ka një reduktim me 75%. Tirana ka numrin më të madh të rasteve aktive me rreth 45% të totalit. Më pas renditet Fieri dhe Vlora, ndërkohë që bashkia me më pak të infektuar, që ka vetëm raste sporadike, është Dibra. Kina po përballet me raste në rritje të infektimeve me Covid-19, duke regjistruar edhe një numër rekord të rasteve. Presidenti kinez Xi Jinping ka bërë të ditur se vendi do të vazhdojë të përmbahet strategjisë së tij Zero Covid. Rritet sërish numri i të infektuarve me Covid-19 në Kinë. Në 24 orët e fundit janë raportuar 1735 raste të reja, shifër kjo që ka alarmuar autoritetet atje. Me variantin Omikron që po përhapet gjithnjë më shumë në disa provinca në Kinë, aktualisht ato janë vendosur në karantinë. Provinca Yilin ka vendosur një ndalim udhëtimi, ku banorët mund të dalin të blejnë gjërat e nevojshme vetëm me anë të një leje. Në disa qytete janë ndërtuar 8 spitale të improvisuara dhe 2 qendra karantine. Presidenti kinez Xi Jinping ka bërë të ditur se vendi do të vazhdojë që të përmbahet strategjisë së tij Zero Covid, pavarësisht rritjes së rasteve. Po ashtu edhe Korea e Jugut ka raportuar më shumë se 380.000 raste të reja me Covid-19, duke e çuar numrin total të rasteve në të gjithë vendin në 9.3 milion. Përhapja e shpejtë e variantit Omikron në Korenë e Jugut ka rritur ndjeshëm kurbën e Covid-19. Një zëdhënës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka bërë të ditur se përhapja sërish e Covid-19 në kontinentin aziatik tregon se fundi i pandemisë është shumë larg. Agjencia Shëndetësore e OKB-s ka bërë të ditur se pandemia mund të përfundojë këtë vit, por kjo do të varet nga sa shpejt bota mund të përmbushë objektivin e saj për të vaksinuar 70% të popullsisë në secilin vend. Pas më shumë se një muaj rënje, rastet e Covid filluan të rriten në mbar botën javën e kaluar. Një kombinim faktorësh që po shkakton rritjen përfshin variantin shumë të transmetueshëm Omikron dhe nën variantin BA2 si dhe heqjen e masave shëndetësore. Konfirmohet rasti i parë i prezencës së gripit të shpendëve në një pulari në Durrës. Ministria e Bujqësisë njoftoi se rasti është i izoluar, ndërsa siguron konsumatorët se produktet ushqimore me origjinë nga shpendët në treg janë të sigurta. Ministria e Bujqësisë ka njoftuar se është konfirmuar rasti i parë i gripit të shpendëve të tipit H5N8 në një stabiliment në Durrës, që barështon shpend. Sipas autoriteteve, hetimi epidemiologjik deri më tani flet për raste izoluar, ndërkohë që gjurmimi po vazhdon. Ndërsa është vendosur karantinimi dhe janë marrë masat për kufizimin e përhapjes së kësaj sëmundje, duke përcaktuar perimetrin e zonës nga e cila ndalohet lëvizja e shpendëve, produkteve dhe në produkteve të tyre. Ministria e Bujqësisë u bën apel konsumatorëve të mos bien prej spekulantëve, që mund të tregëtojnë mishin e shpendëve pa certifikat veterinare ose kushte të papërshtatshme tregëtie dhe magazinimi. Ndërkohë që sugjerohet që ushqimi i mishit të shpendëve të llojit pul të gatuhet në temperaturë mbi 70 gradë Celsius dhe vezët po ashtu të jenë të mirë gatuara.
Gatimi plot i mishit dhe i vezëve siguron pamundësinë e virusit që të hyjë në zinxhirin ushqimor, edhe pse nuk ka prova epidemiologjike se ky virus mund të transmetohet tek njerëzit përmes ushqimit. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit garanton konsumatorët se ushqimet me origjinë shpendore në treg janë brenda standardeve të gjurmëshmërisë dhe janë të verifikuara nga inspektorët e AKUS. Pak ditë më parë në dy pulari në Durrës kanë ngordhur rreth 200.000 shpend nga një sëmundje tjetër që prek kryesisht pulat. Turizmi në janar të këtij viti ka pasur një lulëzim, sipas Instatit, numri vizitorëve në hotele u rrit me 50.7%, si dhe u dyfishuan netët dhe qëndrimet. Por pas luftës Rusi-Ukrainë, sektori i turizmit pritet të jetë një prej më të prekurve. Turizmi ka vijuar i mëkëmbjen e tij gjatë këtij viti. Në muajin janar, numri vizitorëve në strukturat akomoduese u rrit me 50.7% në raport me të njëjtin muaj të një viti më parë. Të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave mbi strukturat akomoduese që tashmë do të jenë publikime mujore dhe jo 3 mujore, tregojnë se numri vizitorëve rezident është rritur me 60.3%, ndërsa ai jo rezidentëve me 35.2%. Në të njëjtin trend ka qenë edhe curia e net qëndrimeve që sipas të dhënave është dyfishuar në janar me raport me janarin e vitit të shkuar. Numri i net qëndrimeve nga rezidentët është rritur me 87.6%, kurse ai jo rezidentëve është rritur me 2.2 herë. Numri net qëndrimeve të vizitorëve rezident të cilët janë akomoduar në rajonin e Veriut ka shënuar rritjen më të lartë me 2.6 herë, ndërsa në zonat bregdetare ky tregues është rritur me 2.5 herë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm. Pavarësisht se muaji janar pati një lulëzim të turizmit me luftën Ukrainë-Rusi, operatorët turistik kanë ngritur shqetësimin se tregu do t'i mungojnë rreth 100.000 pushues nga Ukraina, Bielorusia dhe Rusia, i cili do të ketë një efekt prej 150 milion eurosh në këtë treg. Në pjesën perëndimore të Ukrainës vjojnë të tregtohen prodhime shqiptare. Pavarësisht situatës së luftës, eksportet nga Divjaka drejt këtij shteti nuk janë ndërprerë, por kanë pësuar rënje. Eksportet nga Divjaka drejt Ukrainës nuk janë dalur pavarësisht situatës së luftës. Kërkesat nga ky vend për prodhimet shqiptare kanë rënë dukshëm javët e fundit. Perimet e kësaj zone kanë si destinacion vetëm perëndimin e vendit, që nuk është prekur shumë nga përplasja armatosur mes dy vendeve, por lufta Rusi-Ukrainë ka sjellë rritje të ndjeshme të kostove për eksportuesit. Transporti i prodhimeve është trajtuar. Nëse më përpara ka qenë 2.300 euro transporti, sot po kërkojnë 3.300 euro transport. Ku ndikon kjo rritje e çmimit që paguajnë vetëm transport drejtuesit? Po ndikon tek karburanti normalisht dhe frika e transportuesve për të vajtur atje. Fermerët në Divjak në këtë periudhë po punojnë tokat. Sipërfaqja e mbjellë është reduktuar krahasuar me vitin e kaluar, kjo për shkak të rritjes së çmimeve. Unë kam mbjell patate, lakër, mirë po nuk jemi në kontroll me gjitha këto gjëra që janë rritur, ne jemi po bjem tokë. Pra punojmë, mbjellim, por nuk jemi të kënaqur me shitjen. Plugu ka vajt 15.000, frezat 13.000, mbjellja 8.000, edhe vijat ato po 6-7.000 lekë. Jemi pa kënaqur. Ureja dapi 140.000 lekë. S'ke ku të vej më keq. Nga Divjaka, pikat eksportuese po dërgojnë kryesisht lakër sallate drejt Ukrainës, Polonisë, Hungarisë dhe Kroacisë. Sytë e prodhuesve të kësaj zone janë nga vendet e lindjes së Evropës, drejt së cilave nuk ka asnjë kufizim përveç rritjes së çmimeve. Një azil në lindje të Ukrainës ka qenë objektivi radhës i forcave ruse në ditën e 25 të luftimeve. Nga sulmi mbetën të vdekur 56 të moshuar, Kievit tani më i trembet një sulmi nga Bielorusia, por kjo e fundit mohon se po ndihmon Rusin me trupa ushtarake. Luftimet e përgjakshme në ditën e 25 nuk janë dalur. Një tank rus qëlloi një azil në një qytet lindor të Ukrainës duke vrarë 56 të moshuar, ndërkaq që Ukraina ka bërtëditur se ka vrarë një oficer të lartë të marinës ruse. Udhëheqësi i fundit ushtarak i vrar në luftime intensive në 3 javët e para të pushtimit. Kapiteni rus i rangut të parë Andrei Pavli
mbeti i vrarë gjatë luftimeve intensive. Ukraina ka hapur 7 korridore të vara humanitare për ju mundësuar civilëve të largohen nga zonat e para të vijës së frontit. Zyra e OKB-s për të drejtat e njerëzit ka bërë të ditur se të paktën 847 civilë janë vrarë në Ukrainë që nga e premtja, megjithëse numri real mendohet të jetë shumë herë më i lartë pasi ekipet e monitorimit nuk kanë qenë në gjendje të verifikojnë numrin e saktë të viktimave. Mes të vrarëve janë dhe më shumë se 100 fëmijë. Ndërsa forcat ukrainase thonë se kanë vrarë mbi 14.000 trupa ruse në 25 ditë luftime, kanë shkatruar një sasi të madhe të pajisjeve ushtarake ruse, përfshirë këtu rreth 476 tanke dhe më shumë se 200 avion luftarak, helikopter dhe dron. 3.3 milion është numri i përgjithshëm i të larguarve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Sipas asaj që raporton Reuters, Ukraina sheh një rrezik të lartë një sulmi të nisur nga Bielorusia në rajonin Volyn. Bielorusia, një aleat i ngushtë i Putinit, deri më tani nuk ka angazhuar asnjë trup për të ndihmuar Rusin. Ndërkaq, në meshën e së dielës, Papa Francesco e quajti konfliktin në Ukrainë një masakër të pakuptimt dhe të pajustifikuar dhe u kërkoi udhëheqësve të ndalonin këtë luftë të neveritshme. Ati i shenjtë bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të hartojë menjëherë masa për të ndalur këtë luftë, e cila nuk ka asnjë lloj justifikimi që të vazhdohet, pasi qindra mijëra fëmijë, gra shtatzana po vdesin çdo ditë. Kriza që po shkakton lufta në Ukrainë duke nxitur një rritje të çmimeve ka bërë që mijëra njerëz në Spanjë të protestojnë. Inflacioni në këtë vend shkon në mbi 7%, më i larti në më shumë se 3 dekada. Mijëra demonstrues dolën në rrugët e Spanjës në shenjë proteste kundër rritjes së çmimeve të ushqimeve, energjisë dhe karburantit, nxitur kështu nga pushtimi rus. Ajo që filloi si një grevë nga shoferët e kamionëve në fillim të javës për rritjen e çmimeve të naftës, tani është zhvilluar në një protestë gjithëpërfshirëse të mbështetur nga partitë opozitare. Sanchez na ul faturat. Kjo nuk është një qeveri, është një fabrikë mjerimi, e cila plaçkit dhe zhvat punëtorët përmes taksave abuzive, u shpreh udhëheqësi i Vox, Santiago Abascal, gjatë demonstratës. Shumë prej tyre kërkojnë që qeveria të ulë taksat. Inflacioni në Spanjë tani shkon në mbi 7%, më i larti në më shumë se 3 dekada. Çmimet e energjisë tani janë në nivele rekord. Shumë njerëz duhet të udhëtojnë për punë me makinë. Ka pasur një rritje të çmimeve që njerëzit thjesht nuk mund ta përballojnë, pasi rrogat tona mbeten të njëjta si më parë. Të premten, kryeministri Pedro Sanchez u takua me lider të tjerë të Bashkimit Evropian nga Italia, Portugalia dhe Greqia për të nxitur një përgjigje të përbashkët ndaj krizës energjetike dhe mbajtjen e një samiti mbi këtë çështje deri në fund të muajit. Ajo që është e qartë është se shumë në Spanjë duan një lehtësim nga çmimet aktuale. Rritja e tyre për shkak të luftës në Ukrainë po ndodh në të gjithë botën dhe sipas ekspertëve, nëse nuk merren masa, kjo do të ndikojë në furnizimet me produkte bazë, madje edhe në tregjet globale. Një automjet me shpejtësi hyri mes turmës gjatë festës së karnavaleve në Belgjikë dhe ka shkaktuar 6 viktima. Autoritetet mohojnë sulmin me qëllime terroriste, ndërsa në këtë ngjarje janë regjistruar edhe 26 të plagosur. Arrestohen 2 persona përgjegjës. 6 persona kanë humbur jetën pasi një makinë hyri në mesin e turmës teksa po festonin karnavalet në pjesën jugore të Belgjikës. Mbi 20 persona kanë mbetur të plagosur nga sulmi. Rrethanat janë të paqarta, po ngjarja është cilësuar si aksident. Ne pam trupa të shtrirë kudo në tokë, ishte e tmerrshme. E thirra vajzën time me një herë. Fal Zotit, ajo u përgjigj dhe më tha: "Mami, mos u shqetëso, ne ishim në anën tjetër të rrugës, por të tjerët nuk ishin aq me fat." Jacques Cobert, kryebashkiaku i qytetit La Louvière, ka bërë të ditur se 150 deri në 200 persona ishin mbledhur për të përgatitur për paradën vjetore të folklorit, kur automjeti hyri në mesin e turmës. Sipas autoriteteve, 2 persona që drejtonin makinën janë arrestuar. Policia ka bërë të ditur se ata ishin 2 vendas rreth të 30-tave, që nuk ishin precedente më parë penal. Belgjika ka kërkuar të çrrënjos persona të dyshuar në lidhje me militantët gjatë 7 viteve të fundit. Një celule e shtetit islamik me bazë në Bruksel u përfshi në sulmet në Paris në vitin 2015, ku u vranë rreth 130 persona. Ish-ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj akuzon qeverinë Kurti se nuk ka prioritet diplomacinë. Nisur nga situata e luftës në Ukrainë, Hoxhaj thotë se kabineti i Kurtit duhet të jetë i fokusuar tek lobimi për njohje të reja si dhe antarësimi i vendit në organizatat ndërkombëtare. Lufta në Ukrainë është një situatë nga e cila Kosova mund të përfitojë. Ish-ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj kërkon nga qeveria që të fokusohet e lobimi për njohje të reja. Kur Rusia nuk ka kredibilitet ndërkombëtar, kur Rusia është e izoluar ndërkombëtarisht,
kur Serbia po izolohet ndërkombëtarisht, është situatë ideale që sillen njohje të reja, po askush nuk po merret me që kolegët cilët do duhet të ishin në shtetet e ndryshme që të kërkojnë njohje të Kosovës, po qëndrojnë në Prishtinë. Sipas Hoxhait, prioritet duhet të jetë edhe antarësimi i Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Unë shoh situatën aktuale ndërkombëtare shumë të favorshme për Kosovën, që Kosova të aplikojë edhe në Këshillin e Evropës, edhe në NATO, edhe në disa organizata, të cilat janë organizata që kontrollohen prej shteteve dhe partnerëve që kanë njoftë Kosovën. Ish-krye diplomati kosovar sugjeron edhe zgjidhje përfundimtare në procesin e dialogut me Serbinë. Në kontekstin ndërkombëtar të cilin ne po jetojmë, do të ishte urgjente arritja e një marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, jo për interesat e Serbisë, po për interesin tonë bazik për ta përmbyllë shëndërtimin e Kosovës. Enver Hoxha shpreson se mund të zgjidhet edhe çështja e liberalizimit të vizave pas zgjedhjeve në Francë, vend që ka penguar deri tani këtë proces. Fshati Prevall në Kosovë është destinacioni më i preferuar i dimrit për qytetarët nga Shqipëria. Interesi për këtë vend turistik mbetet i lartë, ndërsa gjatë këtij viti pengesë ishin vetëm masat në kufi që reduktuan disi numrin e vizitorëve. Prevalla, një fshat malor turistik, gjendet 25 km afër Prizrenit. Është një ndër 3 destinacionet malore më të vizituara nga banorët e Shqipërisë. Shqiptarët e preferojnë këtë vend pasi që gjendet vetëm 12 km larg Brezovicës, ku në të njëjtin pushim mund të vizitojnë 2 qendra skijimi. Vendi më i mirë, ambienti më i pastër, ajri i pastër 100% këto. Restorantet e mira, ushqimi bio. Përveç ajrit të pastër, skijimit e hikingut në këtë fshat turistik mund të vizitosh pjesët më të bukura edhe me mjete motorike. Por edhe këtë dimër, pandemia ka ndikuar si kudo edhe në Prevall, posaçërisht sa ishin në fuqi masa drastike për të hyrë në territorin e Kosovës. Për dallim prej viteve të kaluara, këtë vit ka qenë ndoshta më i vogël për shkak të kushteve të COVID-19 me kërkesën e vaksinave, për ndryshe kemi pas interesim shumë të madh. Sipas të dhënave të Unionit të Turizmit, gjatë sezonës së dimrit, mbi 100.000 shtetas nga Shqipëria vizitojnë qendra turistike në Kosovë dhe shpenzojnë rreth 20 milion euro. Në qytetin e Pogradecit u hap një ekspozitë e veçantë me veprat e piktorit Gentian Zeka. Për publikun u shfaqen 55 punime në grafik dhe dru, të cilat ndërthurin elementet e kulturës së vendeve të lindjes me teknikat e pikturës dhe skulpturës. Ndërthurja elementeve të kulturës së lindjes me teknikat e pikturave dhe skulpturave i dha një dimension origjinal ekspozitës së piktorit Gentian Zeka, që u çel në qytetin e Pogradecit. Veprat flasin me njëra tjetrën duke u ndërthurur mjeshtërisht. Dialogu mes pikturave në grafik dhe skulpturave në dru futi publiku në brendësi të artit. Ekspozita e çon vizitorin në vendet e lindjes, kryesisht në kulturën japoneze. Ekspozita është quajtur dialog për shkak të marrëdhënies që ka skulptura me pikturën, me grafikën në këtë rast, janë 2 format më të jeshme të pasyrimit artistik. Dhe këto forma dialogojnë me njëra tjetrën. Ato kanë krijuar një lidhje, janë një harmoni të veçantë, sepse janë nisur kryesisht nga arte të tipit të lindjes, janë të kujtojnë veprat e artit grafik japonez, të kujtojnë veprat e artit grafik kines, të kujtojnë format totemike të popujve të lashtë. Pjesë e ekspozitës dialogu ishin 55 punime, shumica e tyre në grafik dhe pjesa tjetër në dru. Ka qenë ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë mirupafshim.